Përshëndetje të dashur miq, po takohemi përsëri me recetën e radhës. Sot kam vendosur ta ndaj me ju një recetë mjaft e lehtë, por ashtu edhe është e shijshme. Është bëhet fjalë për kek me kakao. Për këtë na nevojitën 4 vezë, një gotë sheqer, i rrahim me mikser. Shtojmë një gotë vaj, një gotë qumsht, 2 lugë niseshte, 3 lugë kakao, 1 pluhur për pjekje, 3 gota miell. Në kallëp të cilën e kam lyer me vaj, vendosim masën. Dhe e fusim në furrë për 20 minuta në 180 gradë. Keku është i lehtë në shije, po ashtu dhe shpejt i përgatitet. Ja, kekun e kemi gati. Kek me kakao. Duhet ta provoni sepse është një recetë që do t'ju shijoj shumë. Për të qenë gjithmonë pranë recetave të mia, subscribe kanalin Gatimet e Shpresës. Shihemi në recetën e radhës. Mirupafshim.